Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Vion edhe sot takimi informal i thirrur nga kryeministri Edi Rama, një herësh kryetari i PS-s, me ministrat dhe drejtuesit politik në Qarqe në prag të përgatitjeve për fushatën zgjedhore. Në ditën e parë të mbledhjes së llojit Retreat, zhvilluar në Pallatin e Brigadave, që zgjati rreth 6 orë, u diskutua mbi programin elektoral me të cilin socialistët do të dalin në fushatë elektorale. Mësohet se diskutimet u përqendruan tek piketat kryesore që do të përdoren gjatë fushatës, ku parsore është Shqipëria antare BE-s brenda kësaj dekade. Në ditën e parë të takimit informal është analizuar puna e kabinetit qeveritar duke kaluar në filtr çdo dikaster. Në fokus ishte realizimi i projekteve të rëndësishme zhvillimore që do të kenë ndikim në jetën e vendit. Lista e kandidatëve për deputet është një tjetër temë e rëndësishme e takimit informal dyditor. Drejtuesit politik kanë hartuar një listë paraprake kandidatësh, por vendimi përfundimtar do merret në mbledhjen e kryesisë së PS-s. Ky diskutim vjen në prag të afatit final të dorëzimit të listës së kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Takimi analizë është vlerësuar nga socialistët, pasi shërben si baza e përgatitjes për zgjedhjet e 11 majit, ku PS-ja synon të fitojë mandatin e 4 të qeverisës. 2 muaj para zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po përballet me sfida në organizimin e tyre. Fleta e votimit është dhe vota e diasporës janë 2 nga çështjet më të ndjeshme që kërkojnë zgjidhje. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po përballet me disa sfida të rëndësishme në organizimin e procesit. Një nga shqetësimet kryesore është përmasa e fletës votimit. Për shkak të numrit të lartë të subjekteve dhe kandidatëve, fleta pritet të jetë gjigande. Kurse kemi prezantuar fletën e votimit për qarkun e Tiranës, ka probleme të administrimit të fletës së votimit nga një kuti votimi. Për të qenë sinqer, nuk po e mendojmë këtë skenar, nuk dua të jem hipokrit edhe të them që e kemi të llogaritur se si do të jetë ky rast. Në një konferencë me gazetarët, kryekomisioneri u pyet edhe për kandidimin e Ilir Metës, i cili aktualisht ndodhet në Burg. Celibashi theksoi se KQZ nuk mund të marrë një vendim në këtë fazë dhe se gjithçka do të varet nga dispozitat kushtetuese. Ajo çfarë Kushtetuta e Republikës Shqipërisë parashikon që është fakti që deputet, çdo kandidat për deputet i cili shpallet fitues e fiton mandatin që nga momenti që Komisioni përkatës zgjedhor e konfirmon si të tillë si kandidat fitues. Ndërkohë, vota e diasporës mbetet një tjetër sfidë për KQZ-n. Celibashi garantoi diasporën për sigurinë e procesit, ndërsa bëri të ditur se votuesit shqiptar nga jashtë do të marrin fletët e votimit në mesin e muajit prill. Ne midis fundit të javës parë të prillit dhe javën e dytë të prillit do të dërgojmë fletët e votimit dhe dokumentacionin tjetër zgjedhor për votuesit nga jashtë. Pra, synojmë që të themi deri nga midis datës 8 prill dhe 16 prill të përfundojmë procesin e dërgimit të fletëve të votimit nga jashtë. Numri më i lartë i kërkesave të miratuara është nga Italia me 91.223 qytetarë, e ndjekur nga Greqia me 68.223, Gjermania me 25.500, si dhe nga SBA-ja 20.653. Nga Britania e Madhe janë 17.227 kërkesa. Sipas gjinisë, përqindjen më të lartë së të regjistruarve e kanë meshkujt me 212.982 kërkesa, ndërsa femrat janë 152.183. Celibashi shtoi se procesi i votës së diasporës do të kushtojë rreth 7.5 milionë euro, ndërsa bëri të qartë se procesi i regjistrimit është mbyllur dhe kush është refuzuar nuk do të ketë mundësi të votojë për zgjedhjet e 11 majit. 2 muaj përpara zgjedhjeve të 11 majit, në faqen zyrtare të SPAK është publikuar linku i emërtuar denonco krimin zgjedhor, ku qytetarët mund të kallëzojnë deri tek zyrtarët më të lartë të shtetit nëse disponojnë të dhëna apo indicie për krime zgjedhore. Informacionet konsiderohen të natyrës informuese për SPAK, pasi kallëzime penale do të konsiderohen vetëm ato që depozitohen në prokurori në formë të shkruar dhe në formë të rregullt procedurale. 2
2 muaj përpara zgjedhjeve të 11 majit, prokuroria e posaçme kërkon ndihmën e qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare për të bashkëpunuar në luftën kundër krimeve zgjedhore. Në faqen zyrtare të SPAK është publikuar linku i emërtuar "Denonco krimin zgjedhor, ku mund të bëhet kallëzimi". Të dhënat janë konfidenciale dhe nuk mund shihen nga askush tjetër përveç prokurorisë posaçme. Pasi klikon "Denonco krimin zgjedhor", duhen plotësuar të dhëna si emri dhe mbiemri, numri i telefonit dhe qendra e banimit. Më pas duhet të zgjidhet nëse po denoncon një grup kriminal apo organizat përfshirë në krim zgjedhor. Në platformë përfshihet edhe kategoria e zyrtarëve më të lartë që mund të denoncohen nëse dispononi të dhëna, duke nisur nga presidenti i Republikës, kryetari i parlamentit, kryeministri dhe ministrat, gjyqtarët, deputetët deri tek drejtues të institucioneve qendrore dhe të pavarura. Në fund mund të bashkëngjisni si prova edhe dokumente dhe fotografi. Informacionet e marra nëpërmjet platformës së denoncimeve konsiderohen të natyrës informuese. Ndërkohë kallëzime penale do konsiderohen vetëm ato që depozitohen në prokurori në formë të shkruar dhe në formë të rregullt procedurale. Prokurorët detyrohen që të marrin vendime dhe të njoftojnë kallëzuesin vetëm për këto kallëzime penale. Plani i masave të SPAK për goditjen e krimit elektoral para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, i firmosur nga kreu i SPAK Altin Dumani, parashikon ngritjen e një task force që do të përbëhet nga një strukturë qendrore dhe grupet hetimore të dedikuara në terren që do të kryejnë veprime hetimore. Task force do të ketë një periudhë funksionimi që do të vijojë për 3 muaj me radhë nga muaji shkurt i 2025-s deri në muajin maj 2025, kur do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u kërkon nxënësve të bojkotojnë orën e parë të mësimit të hënën si përgjigje ndaj vendimit të qeverisë Rama për mbylljen e TikTokut. Protestën e 15 marsit, Berisha e cilësoi një protest kundër censurës dhe fjalës së lirë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bëri thirrje të rinjve që ditën e hënë të bojkotojnë orën e parë të mësimit në shenjë proteste, pas vendimit të qeverisë për të bllokuar TikTokun. Të filloni grevat. Dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hanë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. Gjatë konferencës për mediat, Berisha përsëriti se 15 marsi për Partinë Demokratike dhe shqiptarët do të jetë protestë kombëtare. Protesta e nxënësve, studentëve dhe trive para kryeministrisë me datën 15 do të jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjerë sot. Duke komentuar ngritjen e korporatës së investimeve, Berisha hodhi akuza të shumta ndaj drejtuesës së saj Elira Kokona, e cila, siç tha në kundërshtim me ligjin, është duke dhënë miqëra apo shitur prona shtetërore që duhet t'u kthehen pronarëve. Momentin kur një pronë shtetërore tjetërsohet, i kalon pronarit në kundërshtim me kushtetutën, e cila shpall të drejtën e pronës, të drejtë të pacenueshme. Edi Rama ka gjetur një pëllumbesh me të cilën tjetërson çdo pronë shtetërore. Jam këtu për të paralajmëruar Kokonën se në mënyrë absolute do marrë përgjegjësinë më të rëndë për çdo metër katror, tokë apo pronë tjetër, që do ta trajtoj bazuar në vendimin e Edi Ramës për të vjedhur pronat dhe për të caktuar atë në krye të agjensisë. A do të udhëtojë Sali Berisha drejt Amerikës përpara 11 majit? Unë nuk kam një projekt që të udhëtoj para 11 majit drejt Shteteve të Bashkuara. E Mek Gonigal ka filluar të ecë, është në këmbë. Unë ju garantoj se Edi Rama do ekstradohet pas 11 majit në Shtetet Bashkuara. Shefi Selis Blu akuzoi Ulsimanjën se rreth një javë më parë ka takuar Erion Veliaj në burgun e Durrësit, ndërsa pas tij kreu i bashkisë ka takuar një antar të një organizate kriminale. Në qelin e Erion Veliaj ka shkuar sipas burimeve shumë të besueshme Poja, dhe Poja i ka diktuar kodin atij. Një lloj, siç kam denoncuar, takimin me të burgosur qeveritar të tjerë. Poja është Xhevdet Troplini. Pra, i çon Pojën e Edi Rama dhe i thot Xhevdeti, i thot, dëgjoj, thot, 1 2 3, po e çele gojën më. Dhe të nesër ky këndonte, thoshte, të falënderoj Edi Ramën, thoshte. Kjo është histori mafioze. Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimit Karli i Madh, kryeministri Rama foli sërish për reformën në drejtësi, për cilën tha se nuk është e përsosur. Rama u ndalte ndryshimet që po ndodhin sot në botë dhe vendimet e vështira me të cilat përballet Europa. Sipas tij, Zoti e shpëtoi Trumpin jo për të bërë Amerikën të madhe, por për të zgjuar edhe Europën. Me ambicien për të integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, kryeministri Edi Rama është i qartë në qëndrimin e tij kur thotë se nuk ka plan B
vetëse ulja në një tryez me Europën. Dhe pse jam kaq i fiksuar për ta çuar Shqipërinë në BE, derisa ne të shkojmë në BE, ka gjëra që nuk do të jenë të sigurta. Ndaj kur më pyesin ç'plan B ka Shqipëria, i them që nuk ka plan B, përkundrejt lirive individuale. Dhe nëse doni të negocioni lirinë tuaj, atëherë hiqni dorë nga BE. Nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës dhe të qeni të barabartë para ligjit. Barazia para ligjit garantohet vetëm nëse je pjesë e BE-s. Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimit Karl Prejs, Karli i Madh, kreu i qeverisë, foli sërish për reformën në drejtësi, për të cilën thotë se nuk është e përsosur. Nuk është e përsosur. Ka mjaft disavantazhe, por hera e parë në histori që kemi njerëz, politikanë të fuqishëm, që shkojnë para një prokurori e një gjyqtari të pavarur. Kur s'ka ndodhur, qysh nga 1912-a, deri kur finalizuam reformën në drejtësi. Kur s'kishim parë një ministër apo individ të profilit të lartë të lidhur me pushtetin politik të çohej para gjykatës, e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa BE harrojeni. Në fjalën e tij, Edi Rama u ndalën ndryshimet që po ndodhin sot në botë dhe vendimet e vështira me të cilat përballet Europa. Ai komentoi situatën e tensionuar mes Amerikës dhe Europës. Amerika pa Europën është një ishull dhe Europa pa Amerikën është gadishull. Mua nuk më duhet një zgjidhje për botën. E di që nëse unë e kam gabim, askush nuk do dëmtohet. Por nëse Merse ka gabim, të gjithë dëmtohen. Pra bëhet fjalë për një pamje 360 gradë të situatës dhe nuk lidhet vetëm me forcimin ushtarak. Po kërkojmë të krijojmë një ushtri të madh dhe barbarësh, por duhet të shohim gjithçka në tërësi. Është me rëndësi të fokusohemi ushtarakisht, por diplomacia dhe korridoret e reja të dialogut janë të rëndësishme. Europa ka më pak miq sot sesa më përpara agresionit rus. Por pse kjo? Dhe nuk po flasim për Rusinë. Ndoshta Zoti i shpëton jetën Donald Trump, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por edhe për të zgjuar Europën. Komisionerja për fshijësinë dhe negociatat në Bashkimin Evropian, Marta Kos, do të zhvillojë një vizitë në Tiranë më 13 mars. Komisioni Evropian ka bërë të ditur agjendën e saj. Eurokomisionerja pritet të takohet fillimisht me presidentin Bajram Begaj, më pas me kryeministrin Edi Rama, me cilin do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Vizita e Eurokomisioneres Kos në Tiranë do të mbyllet me takimin në Kuvendin e Shqipërisë. Ajo do të takojë kryeparlamentaren Elisa Spiropali. Nuk do të mungojnë takimet edhe në radhët e opozitës, pasi është parashikuar të takohet edhe me nënkryetarin e parlamentit, Agron Gjekmaj Arkaj, kryetaren e Komisionit për Integrimin Jorida Tabaku dhe kreun e grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi. Ndrojmë temën e informacioneve tona, presidenti Trump paralajmëroi Rusinë me sankcione të ashpra për shkak të sulmeve që po vazhdojnë ndaj Ukrainës. Në një postim në rrjetin social Truth Social, presidenti shkruan se bazuar në faktin se Rusia po godet të rëndë Ukrainën në fushën e betejës, po konsideroi mundësinë për të vendosur sanksione të fuqishme bankare, sanksione të tjera dhe tarifa në shkallë të gjerë ndaj Rusisë, derisa të arrihet një armpushim dhe të arrihet një marrëveshje përfundimtare për paqe. Presidenti i bëri thirrje gjithashtu Rusisë dhe Ukrainës të ulen menjëherë në tryezën e bisedimeve përpara se të jetë tepër vonë, siç tha ai. Ndërkohë presidenti po vazhdon të ushtrojë presion mbi Kievin për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet e rralla. Të njëjtën ai tha gjithashtu se Moska ishte gati për një marrëveshje për të dhënë fund luftës, e cila nisi me sulmin rus ndaj Ukrainës në vitin 2022. Presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv kundër firmës ligjore të George Soros me argumentin se ka ndërhyrë në zgjedhjet e SBA-s. Me urdhërin e tij, Trump i revokon disa certifikata sigurie e kompanisë Perkins Coie dhe i ndalon aksesin në disa burime federale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që shënjestron firmën ligjore Perkins Coie, e cila njihet si firma ligjore e manjatit George Soros. Në urdhrin e tij ekzekutiv, Trump thot se firma, e cila ka punuar edhe për Hillary Clinton, ka ndërhyrë në zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shtetet e Bashkuara. Me këtë vendim, kompanisë ligjore të Soros i revokohen disa certifikata sigurie dhe i ndalohet aksesi në disa burime federale.
Trump po ashtu e akuzon firmën ligjore për diskriminim, duke thënë se përdorte kuota racore dhe të tjera në praktikat e saj të punësimit. Perkins Coie ka punuar me donator, aktivist, përfshirë George Soros për të përmbysur me gjyq ligjet zgjedhore të nevojshme dhe të miratuara në mënyrë demokratike, përfshirë ato që kërkojnë identifikimin e votuesve. Në një rast të tillë, një gjykat u detyrua të sanksionojë avokatët e Perkins Coie për mungesë etike dhe sinqeriteti përpara gjykatës, thuhet në vendimin e That's going to Trump. be up ultimately to the Attorney General and various other people. Absolutely. Everyone's going to do great, but we can't let this continue to happen to America. Otherwise, we're not going to have a country any longer. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanue.com për të informuar me ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë do të qemi në edicionet e radhës informative deri atëherë, mirupafshim.